vota në 16 komuna tjera. Kjo pastaj ndërlidhet edhe me emrat e kandidatëve për deputet. Startarin me mobilizu elektoratin e Partisë Demokratike dhe cilën edhe vota të reja për me rrit numrin e votave. Zoti Agjiu, të falenderoj shumë që ishe direkt me neve në këtë transmetim. Unë të falenderoj me që edhe bashkimin me Lima të ishte me kohë, sepse na nuk kishëm, se ka një pesho që po interpretohet çështja e Fatmir Lima që ndoshta dikur mund të mendoj që jo nuk ka prodhu rezultat, po nuk ka pas një bashkim të forcave tamam politike. S'ka qenë bashkim tamam, duke mos qenë pjesë e listës, po. Në fakt ajo ishte një mbështetje falas e Limajt për Partinë Demokratike. Pra ishte një mbështetje vullnetare e Fatmir Limajt për Partinë Demokratike, sepse unë mendoj që kur bashkimi të bëj me kohë para fillimit të procesit zgjedhor, para ardhimit të listave zgjedhore, fuqia reale e Partisë Demokratike mendoj që do të ishte mbi 200.000 vota. Të falenderoj shumë zoti Agjiu që ishe me neve. Faleminderit juve.